Profesorin Enver Bytyqi. Profesori, përshëndes, faleminderit që u bashkuat bisedës. Përshëndetje si Keda, faleminderit për ftesën. Kënaqësi si çdo herë të jemi së bashku për të trajtuar çështjet kaq të rëndësishme aktualisht në Kosovë si çdo herë, por tashmë të një rëndësie duhet thënë tjetër, teksa jemi shumë afër ose në ato seanca, le të themi, përfundimtare për sa i përket ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Një koment fillimisht për sa i përket prokurorisë dhe atë që është thënë ditë më parë, nga ana tjetër mbrojtja ende nuk ka përfunduar, do të jenë edhe ditën e nesërme, si i gjykoni ju dhe më pas kalojmë tek rezolutat, ku sigurisht ka vend shumë për diskutuar. Sigurisht që ka ardhur në fund tashmë procesi gjyqësor i 4 të akuzuarve gjoja për krime lufte, madje edhe për krime kundër njerëzimit, zotit Thaçi, zotit Veseli, zotit Krasniqi dhe zotit Selimi. Të katër janë që prej më shumë se 5 vitesh në Hag, në shtëlitë e gjykatës së Kosovës në Hag. Të katër kanë kaluar peripeci të jashtëzakonshme gjatë këtyre viteve. Është bërë një hetim i vazhdueshëm, ka folur akuza, ka folur me dëshmitarët e saj, ka folur mbrojtja me dëshmitarët e saj, dhe tani jemi përpara një akti mbyllje, domethënë jemi në fundin e procesit. Është akuza dhe njëkohësisht mbrojtja sërishmi që i kundërvjen njëra tjetrës dhe të dyja për mendimin tim shprehin qëndrimet ekstreme me qëllim që të njëra palë të detyrojë gjykatën të marrë vendime dënuese për të akuzuarit, para tjetër të detyrojë gjykatën që ti shpallat atë pafajshëm. E mesmja është diku gjetë, është në midis asaj çfarë pretendon akuza dhe asaj çfarë pretendon mbrojtja. Sigurisht në çdo proces gjyqësor kështu do të ndodhë edhe në këtë rast. Por paraprakisht po them, e kam thënë që kur janë arrestuar të 4 këta krerë të ish UÇK-s, të UÇK-s, ish krerë të UÇK-s, e kam thënë se Jakub Krasniqi dhe madje deri diku edhe Kadri Veseli ka shumë gjasa që në përfundim të procesit të dalin nga qeveria e Hagës, dhe unë mendoj se ata do të lirohen me një dënim simbolik apo si të pafajshëm nuk mund ta përcaktoj,